Ti ke një gjë Po kam qef me ditë interesante. në gjabë për jetën tonë. Qa më shumë kalcu në gjabë për shamu si... Kam treguar shumë gjëra për jetën Po mirë, time. nuk na ko taku kështu të qetë për shamu, që Edhe qetë. unë e tjellë i për të bo mobet. Okej, bashkë dhe i bre. Fëmirin, si ko taku me kalu. Sa fëmijë një Alba? 2. Motër e vlla? Po. Okej. Fëmirin, si ko taku me kalu. Po, fëmijëria ime si ka qenë. Fëmijë vetëm, Si vetëm. në kuptimin deri 7 vjeç, Ah, po mirë. se kemi diferencë shumë të madhe me vllajin. Fëmijëri, kushtet vështira, prindrit që punojnë shumë, ditë deri vonë. Vetëm shkollë, vetëm shtëpi, pastaj erdhi vllai im, po vllai i vogël. Shkollë, vetëm shtëpi, Flok, Filma? filem. lagja. Po taku më bullëzu, me bullëzu si kena gjashë. Po, Cila vetën? Me të bullëzu ty? Arsyeja? Ja, se faleminderit, se deri në vit 4 gjimnaz kam qenë gjithmonë shumë naive. Në kuptimin që s'kam ditë me urrit. Gjithmonë kam bërë shumë për tjerët, edhe kam qenë shumë e hapur. Mirë po, gjithmonë më janë afur vetëm për interes me ndihmu për çdo gjë, se kam qenë unë për çdo gjë, për studime, për projekte, për gara, për organizime, për plane, për thyerje rregulla, shembull shkollë, edhim, kam qenë për çdo gjë. Një Alba tash në këtë botë interesi ekziston? Ama deri vit 4 gjimnaze kam përjetu. Shumë. Edhe Atër ti aja është i vlerë funit, se nëse të afrohem ty për interes tam, me mësim diqa për të në shkollë, për i provim dhe më thonë se ti din diqa më shumë se unë. jo, nuk po më kupton. Është thjesht e gjitha. Do të thënë momenti që të afrohem vetëm për interese dhe kur vjen puna që pastaj sharjet, ofendimet, sulmet, bullizimet, edhe me t'u largu, mos me qenë afër, me qenë fjala gjatë gjithkohës shoqe bashkë afër, me t'i mësu sekrete gjërat, edhe me i nxjerrë të tjerë. Edhin janë gjërat e moshës, po që t'demin, kupton? Se tani nuk m'demin ata gjëra. Edhe i kam mendu gjithmonë pastër njerëzit si vetja, deri vit 4 gjimnaz kjo, që s'kam ditë të rry veten, edhe kam ngrënë shumë keq. Edhe kur kam shku në shtëpi, gjithmonë kam qenë vetë, se pastaj vllai në shkollë, prindrit prap punë. Thjesht e di që kanë qenë periudha që jam mërsit shumë. Vetë me veten time. Në shtëpi. Që s'kam pas ku ta gjej një përqafim të sinqert, përveç se mbrëmje kur vinin prindrit, po edhe prindrit e lodhur edhe... Është një banor këtu në shtëpi që më voni këshill shumë mirë Alba. Ti me luftu me keni qetë me vetë vetën. Edhe më mësu se e vetën. Edhe në që se i ke palë, dhe për shembull, shumë historina njerëzve, shumë histori njerëzve që janë shumë të suksesshëm, me atlet, me entrepreneur, me shumë njerëz që janë suksesshëm, ata thonë që ti do të servite shumë me vetminat, punë shumë vetëm. Po unë kam bërë një gabim. Të mësosh që i e vetëm, sepse luftën e ke vetëm. Më dëgjoj pak. Unë kam bërë një gabim. Gabimi që kam bërë unë është deri vit 4 gjimnaz, atë ngroftësinë që nuk e kisha gjatë ditës në shtëpi, unë dësha me gjithë të tjertë. Se nuk dija ta bëja diferencën, që tjetri edhe të sulmon, edhe të ketë shpërdor, edhe të bën. Kupton? Këta sulme, të ketë shpërdorime, gjërat i kam pësu gjitha vetëm. Kupton? Edhe i kam përballu gjitha vetëm. Edhe prindrit s'ka ditë asnjëherë asgjë. Kupton? Kur kanë ardhur prindrit mbrëmje në shtëpi, të lodhur, normalisht se kanë luftuar për ne, për një shtëpi, për kushte materiale, për kushte më të mira jetese, po luftën time për të mësuar gjërat e kam mësuar vetë. Kush është një aspekt që vlerëson më shumë të prindit tuaj? Një diçka. Po shumë normal, shumë zona, po një si është më e veçantë që e vlerëson më. Një gjë që e vlerësoj shumë te prindrit e mi, edhe që edhe unë dua ta kem atë gjë, edhe që ju uroj gjithëve, është se gjithmonë kanë qenë për njëri tjetrin dhe nuk janë tunduar ndaj asgjë tjetër, vetëm për qenë afër njëri me tjetrin për mua dhe për vllajin tim. Për shembull, mami im ka lind në kryeqytet. Kupton? Po. Edhe ka jetuar në kryeqytet. Babi im ka ardhur nga fshati
në gjimnaz në Prishtinë, në universitet në Tiranë, aty janë njohur me mamin, aty janë martu me mamin, dhe mami për hir të dashnisë pastër që ka ndaj babit, që kam pas dashni të pastër një me tjetrin, ja ka dëgjuar çdo fjalë babit. I ka thënë babit nga kryeqyteti do shkem qytetin Struk. Në atë periudhë për mamin, në mentalitetin që kanë jetuar, në botë kuptimin që kanë jetuar, ka qenë hap shumë i madh. Që një femër, nga ideja të jetuarit në kryeqytet, me gjithë atij sistemi, të lej familjen, të lej shtëpinë në një moshë 18-19 vjeçare, sa atëherë është martu mami, dhe të zhvendoset në shtet tjetër, në një qytet të vogël, provincial, me shumë tabu dhe me shumë paragjykime. Unë besoj se ajo Por babi, më dëgjoj pak me vëmendje. Por babi, ja kam shpërbly me mënyrë më të mirë të mundshme, se babi sa herë që i ka pas ofertat me ikja shtetit në atë kohë kur iknin burrat i leni njerë gratë dhe fëmijët vetë me familjet e tyre. Babi ka pas ofertët me ikja shtetit të gjyshi në Amerikë, dhe babi kur se ka lënë babin vetë me familjen e vetë atje, jo se babi ka pas familjen e keqe, po mami është rrit në mentalitet tjetër dhe familja babit në mentalitet tjetër. Dhe kur nuk ka dash me lënë mamin vetë në sfidat e një jete qyteti provincial me shumë tabu dhe ta lej një femër vetëm. Se femra pa burrin vetëm llogaritet, sa do t'jetë familja e burrit. Se si të përkra burri, si është shpatulla e burrit, kërkush nuk mund ta zëvendësoj për krahjen e gruas përveç se burrit vetë. Dhe ofertat e babit nuk kanë qenë thjesht për me tentu me shku, se gjyshi im është ekstrem shumë i lartë atje. Direkte për një jetë më të mirë. Ka pas edhe oferta tjera. Gjithmonë kanë funksionu mami kur për çdo gjë që ka pengu një ide babi që nuk ka qenë rahat me veten e vet, ka pas frikë, ka pas panik, para babit nuk e ka shfaq kurrë. Dhe ja ka dëgju fjalën nga fillimi deri në fund. Ama edhe babi ja ka shpërbly se i ka qëndru gjithmonë afër. Qa, vënë pikën, atër, se si e shof unë për shkakun, se si e të treguti, se si e shof unë. Nuk ka në gjoha keqe me pas ofertë, me ikë në Amerikë, me lanë familjen tonë për i kodë vogël to, edhe mos e të bë për të mirë të familjes funi hunë, që të bë për të mirë të veti, nuk ka self-interest ajo. Jo, ta kryj, se unë të lashë, nuk e gjova 2 orë. Funit, unë atë gjoha nuk e shof gjatë keqe, nuk është se, adin, nuk është se edhe ta kishte bërë, nuk kishte kanë gabim. Kishte kanë shumë mirë, se po bëni sakrificë për familjen tonë. Jo ashtu se ka bërë sakrificë. Nona jote ka bërë sakrificë, ka lënë kryeqytetin, ka dalë një vend tjetër, edhe besoj se tabu mund bëhet sot, jo dikur, nuk besoj se ka një tabu e madhe me lënë edhe me ikë. Sot është i vijë kështu se tonë. Jo, nuk më kupton, se kuptove fare atë që thash. Edhe me ikë, për shembull, jo, unë du me ta vënë një menim, apo bën. Po s'më kuptove mua. Ja se të jena, flasim që unë prapë, unë nuk se të kam në mikën, po kam me ajtë të për qefës, kam qef me të njohë ty si alë, baban. Po mos, unë po shprej diçka emocionale dhe ti po nëzitohesh shumë. Jo, po japi menim, Alba. Po a doje me më pyt? Ta di, kur i ke këta mendime, më pyt më detajisht që të shprehe më shumë. Ti nuk po më pyet, thjesht po nëzitohesh shumë edhe mu dhe më koka, kur më pyet diçka emocionale dhe nëzitohesh shumë në mendime, kupton? Se kur e pyet, shembull kur pyes unë ty për diçka emocionale, mendimet që i kam kokë nuk t'i them, po të dëgjoj dhe të pyes pak më shumë, derisa ti të çlirosh tamam dhe unë të qartësoj veti unë në kokë mendimet e mia, se nuk dua me ta ndërprej gjendjen emocionale që je. Okej, e lan to. Tani kur e the kështu mu blloku koka edhe nuk jam lirshëm tani. Po tham që edhe në çfarë se dikush për shembull, kishte bën, nuk kishte gjyku me një mjem, a din. Në mënyrë ai kishte gjyku për shortin tënd nëse po luftoni bashkë për një jetë më të mirë, se funit edhe besoj se ajo kanë para shumë vjetëve, po kanë ndrysh koncepti jetës para shumë vjetëve, ndrysh kanë me ikë jashtë dhe u bën, edhe aja kishte lënë drejtën ti, vazhdo sepse e kemi për ne, për familjet tonë, për më mirë për ne. Po ama mami ishte vetëm atje. Alba, s'ka dash me lënë vetëm. Alba, edhe për një Alba, baba em, ko ik në Itali, Po duk do me më dëgju, ti më pyte mu për me më pyte mu. Du me bë mua bet. Po mi pra më pyte, okej, mua bet, po më pyte mu. Po me Alba, po unë du me të njofta, po nuk më leti me një hy.
Po më pyet, mos m'jep mendimet e tuja, më pyet njërë mua, kuptoje konceptin tim. Unë du me të njoft edhe du me ditë da gjona për te, ta kupton? Pa po të pysh. Po duke më ndërprej me mendimet e tuja, unë nuk është se më pengojnë mendimet e tuja. Po që ke marrë të njëtën tonë. Jo, është komplet, jo, s'ka gjë, se vazhdojmë për mirë. Po. Nuk e vazhdojmë për mirë. Jo tani, moment tjetër. Nuk je gjë dje me më dëgju, e kuptoj. E Virta, e zonën? Ja. A preferon shoqëri? Si? A preferon shoqëri? Dojë muhabet? Pa dhe me marrë më mluë për no. Pa. Po ti kisha të rëbune që kam vëtë marrë burrin. Për qatë pyta po ajo, për qatë pyta, se po është të ashti... Pa mirë se s'filadin e ki po. Pa. I voja. Ne ki po s'filadin. Ajde, se më ka me të po është e pija. Keni cigare për mu? Për zotin një e funit është. Qo se keti edhe me jep ma vonë, mu ta jep. Po, super. Okej. Order, falënderit. Çakmakun kush e ka? Do të ndezesh me këtë. Shumë. Okej. Coba. Urdhra. Si kemi bosi me këtë cigare me çakmakun. Shkemi, përshëndetje. Kemi shprehje në ndërë se të Po jem të minuta, cilën nga shprehje do vlla se janë ba shumë.